Protesta e thirrur nga Partia Demokratike dhe opozita në tërësi u shoqërua jo vetëm me pjesëmarrje të gjerë, por edhe me pankarta të forta, shumë prej cilave të shkruara në gjuhën angleze. Një zgjedhje e qëllimshme, sidomos nga të rinjt, për t'i dërguar mesazhe të drejtë për drejta komunitetit ndërkombëtar mbi situatën politike dhe zgjedhore në Shqipëri. Në disa prej pankartave, protestuesit shprehin bindjen se zgjedhjet në vendin tonë zhvillohen në stilin stalinist, duke e krahasuar realitetin shqiptar me modele autoritare të së shkuarës. Të tjera mesazhe denoncojnë korrupsionin, duke theksuar se kullat që ngrihen çdo ditë në Tiranë, sipas tyre janë ndërtuar me para të korrupsionit dhe jo me zhvillim të ndershëm ekonomik. Një pjesë e pankartave ironizojnë mungesën e demokracisë dhe shtetit ligjor, ku në njërin prej tyre shkruhet se në motorët e kërkimit në Shqipëri demokracia nuk gjendet, duke e krahasuar vendin me një sistem jashtë funksionit. Mesazhi Shqipëria 404 error, demokracia nuk gjendet, u bë një nga sloganet më të spikatura të kësaj proteste. Me pankarta të tjera protestuesit ngren shqetësime për raportin mes shtetit dhe qytetarit, duke shkruar faza si Shqipëria parti shtet, këtë telefonoj kur policia të merr peng, apo Edi Rama stop vodhe para tona. Këto mesazhe pasqyrojnë pa kënaqësinë e thellë ndaj qeverisë dhe akuzat për kapje të institucioneve dhe abuzime pushtetin. Opozita vazhdon të insistojë për krijimin e një qeverie tranzitore, e cila sipas saj do të garantojë mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Përdorimi i pankartave në gjuhën angleze shihet si përpjekje për të ndërkombëtarizuar kauzën dhe për të tërhequr vëmendjen e faktorëve të huaj mbi zhvillimet politike në vendin tonë.